Menaxhimi I resurseve peshkore në liçenin e Shkodrës është përmirësuar dhe aktualisht situata konsiderohet nën kontroll dhe e qëndrueshme. Sipas specialistëve të peshkimit, disa lloje peshqish që më parë ishin në rënje të numrit po shfaqin shenja përmirësimi. Situata e specieve peshkore në liçenin e Shkodrës është rritur ndjeshëm vitet e fundit, kjo fal edhe masave për mbrojtjen dhe menaxhimin e burimeve natyrore të liçenit të Shkodrës. Për resurset peshkore kanë pas një qëndrueshmëri, nga vitin vit dihet se kontrollet për rujtjen e liçenit janë shtu, menaxhimi është bërë edhe më I mirë, përveç gjumcës, pra arboels, specie të tjera janë të në shtim. Liçeni I Shkodrës ka specie dhe veda autoktone, të cilat I japin një shumëllëshmëri të ushqimeve që përdoren për turistat. Po arrit me një gëshëtim të mirë turizëm peshkim, na do t'jena shumë të lumtur me punën që po bëjmë. Në kuadër të mbrojtjes së resurseve peshkore duke nisur nga fillimi I prillit, do të aplikohet edhe ndalimi I peshkimit për një periudhë të caktuar, një masë që konsiderohet shumë e rëndësishme për I përtëritjen e specieve. Institucionet përgjegjëse për menaxhimin e peshkimit theksojnë se kontrollet do të vijojnë në bashkëpunim me strukturat e tjera ligjzbatuese si Policia e Shtetit, Policia Kufitare, Policia Bashkiake dhe Inspektoriatet Përkatëse për të garantuar mbrojtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të resurseve peshkore në liçenin e Shkodrës.